Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka përjashtuar mundësinë e bashkëpunimit të LDK-s me lëvizjen vetëvendosje. Abdigjiku ka thënë se LDK-ja s'ka pasur asnjë takim me asnjë parti politike pas zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit. Nuk kemi pasur asnjë takim me asnjë prej partive politike në Kosovë, sidomos me parti në pushtet. Nuk duam, nuk kemi dhe nuk punojmë për bashkëpunim me ta, ka thënë ai në konferencën pas mbledhjes së kryesisë së LDK-s. Abdigjiku ka thënë se LDK-ja s'do të jetë pjesë e asnjë qeverie pa opozitën e kryeministrit. Sipas tij, LDK-ja nuk synon dhe nuk punon për qeveria pa të shkurtër. E në lidhje me këtë çështje, në një bashkëbisedim me Bota Sot ka folur opinionisti Det Preçi. Ai fillon me një kronologji të situatës pas zgjedhjeve, flet për deklaratën e Abdigjikut sikur i njëjti është fituesi i zgjedhjeve. Të gjithë qytetarët e Kosovës me padurime pritën certifikimin e rezultateve të nënshkurtit të partia fituese që ka shumicën e votave, sikur që është LVV, do të akordohet për ndonjë marrëveshje apo koalicion të mundshëm për ta plotësuar numrin e deputetëve për të formuar qeverinë e re. Secilit ja ka ënda pushtetin edhe pse partitë opozitare PDK, LDK, AAK po i argaviten se nuk e duan një koalicion me vetëvendosjen, por jo edhe në këtë mënyrë sikur pretendon kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku, i cili i ka sjelljet sikur ky do të ishte fituesi i zgjedhjeve, kur thot në tubimin e fundit me kryesinë e vet, do e kushtozoj secilin që t'ia sigurojë mandatin e kryeministrit, u shpreh ai. Mëtej opinionisti thot që Abdigjiku po kërkon vetëm pushtetin dhe nuk është i shqetësuar për kushtet që është duke u përballur vendi. Duke vazhduar, Preçi përmend dhe zhgënjimet e popullit nga pushtetet e kaluara. Edhe pse Kosova gjendet përballë rrethanave dhe kushteve jo aq të përshtatshme që ka ky vend në vazhdimsi, krijohet përshtypja se ky shqetësim nuk e prek fare kreun e LDK-s Abdigjikun dhe as të tjerët, por në një mënyrë e dëshirojnë vetëm pushtetin dhe për të tjerat nuk bëhet fjalë. Populli i Kosovës është i zhgënjur disa herë me pushtetet e kaluara dhe tani një lojë e tillë politike do të ishte një zhgënjim i dyfishtë dhe ka mbetur të shpaloset përgjegjësia e partisë fituese në krye me Albin Kurtin, që do të afrojë ujditë e saj për të qeverisur së bashku me njërin apo tjetrën, të cilat shtiren se nuk e dëshirojnë një koalicion me vetëvendosjen, por kanë gjasin me macën që nuk ja ka ënda peshkun, shpjegon Preçi. Duke vazhduar mëtej bisedën, opinionisti potencon që nëse vetëvendosja nuk mund të krijojë qeverinë e re, atëherë Kosova mund të përballet me një krizë të tillë. Mirëpo një koalicion i mundshëm mes vetëvendosjes dhe LDK-s do e kishte plotësuar edhe opsionin që e do shumica e popullit. Nëse e dështon vetëvendosja për krijimin e qeverisë së re, është e mundshme që Kosova do përballet me një krizë edhe më të thellë, edhe pse do e fajsojnë fituesin e zgjedhjeve vetëvendosjen të cilën e votoi populli në këtë format, ndoshta duke ia dhënë mundësinë Albin Kurtit të udhëheqë dhe një mandat, duke marrë parasysh disa gjëra të rëndësishme, sidomos në veriun e vendit. Prandaj një koalicion i mundshëm mes LVV-s dhe LDK-s do e kishte plotësuar edhe opsionin që e do shumica e popullit. Përkundrazi, për të shërbyer thashëthemeve të së kaluarës, na krijohet përshtypja se mund të dështojë çdo e arritur dhe e mundshme e këtij vendi dhe do u plotësohet dëshira e gjithë atyre që janë ekspozuar më herët dhe që kanë premtuar pushtetet e rrejshme. Marifetllaqet dhe bishtërimet politike të opozitës të cilat na kanë sjellë deri këtu duhet t'ia lëmë të kaluarës dhe jo t'i bartim përsëri në çdo tryezë të bisedimeve dhe veprimeve edhe në kohën finale, ku gjithçka pritet të marrë formën dhe kuptimin e vetë shtetit ligjor dhe qeverisja vetvete si dhe vendosmëria për të vënë në veprim vullnetin e popullit, shpreh opinionisti. Mëtej Preçi thotë që zvarritja e një koalicioni të mundshëm për të krijuar qeveri na lë të kuptojmë që pushteti është më i rëndësishëm se sa e mira për vendin. Gjithashtu ai përmend frymën e Rugoviane që momentalisht Abdigjikut dhe LDK-s po i mungon. Zvarritja e një koalicioni të mundshëm për ta krijuar qeverinë e re vetëm për shkak të përcaktimeve dhe përfitimeve në pushtet, kjo do të thotë se pushteti po fillon që tani të bëhet djallëzor.
Kundërgjegja e njeriut nuk e merr mbi vete përgjegjësinë e vullnetit të popullit, por përmes egoizmit dhe etjes për pushtet, fillon ta humbë edhe atë që e ka në dorë sepse nuk ka mundësi ta kontrollojë. Nuk do ta quanim imazhin e LDK-s dhe kryetarit të sotëm Lumir Abdigjiku si parti me imazh rrugovian, sikur e ka humbur domethënien e vet, sepse i mungon pikërisht ajo që kuptohet në kuptimin tradicional të fjalës dhe politikës rrugoviane, ku dikur frutshmëria dhe lulëzimi i kësaj partie kishte plot rrezatim dhe energji politike, secilës ja kishin lakmi dhe vendet e rajonit dëmëgjër, tha ai. Në fund, opinionisti kërkon nga Abdigjiku që të ulë pazarin dhe të marrë një vendim për të mirën e vendit. Prandaj, Lumir Abdigjiku bën mirë që ta ulë pak pazarin, sepse sikur ka nisur ti, të marrin mallin dhe për të mos e humbur kohën dhe gjërat mos të marrin kahën e kundërt, koha jon e ndjen këtë nevojë të domosdoshme që të mos trazohet më shumë, që të afrojmë vetes një shans dhe të depërtojmë në optimizëm që të realizojmë synimin ton, duke gjetur në mesvete një mirëkuptim dhe tolerancë që në thelb ka diçka unike dhe i ngjan një shoqërie të vërtet njerëzore. Dhe duke ditur se nuk ekziston një liri e vërtet, një vendimarrje e efektshme që lëviz vetvetiu pa u nisur nga vetvetja, apo pa e shfrytzuar tolerancën si një nga modelet më të përsosura etike, njerëzore dhe demokratike, sepse nuk mund të ketë kuptim as jeta dhe as historia e saj të vërtete, duke mbetur peng i vetvetes, përfundoi Preçi.